Atëherë, si pjesë gramatikore kemi foljen modale, mysen, duhet. Zgjedhimi I foljes modale kemi thënë që veta e parë njëjës dhe veta e tretë njëjës do të bëjnë njësoj. Pra, ish mus, unë duhet, du must, ti duhet, erzies mus, ajo duhet, vir mysen, ne duhet, ir myst, ju duhet dhe zi mysen. Folja duhet shërben edhe si folje ndihmëse. Po të shohim pozicionin e saj në fjali dëftore do të jetë si në të gjithë fjalit dëftore për çdo folje që ne kemi marrë të rregull. Dhe foljet e parregullta sein apo haben, jam apo kam. Ihr müsst die Hausaufgaben machen. Ju duhet të bëni detyrat e shtëpisë. Shikojmë konstruktin. Müsst është në pozicion të dytë dhe machen është në infinitiv. Pra, pjesa e foljes e pazgjedhuar, në formën e saj të pazgjedhuar, kalon folja tjetër. Fjali pyetse. Në fjali pyetse, foljen müssen do ta kemi në pozicion të parë. Müsst ihr die Hausaufgaben machen? A duhet I bëni ju detyrat e shtëpisë? Dhe më pas, machen qëndron sërish në pozicion të fundit, pra infinitivi, forma e pazgjedhuar e foljes kalon në fund. Këtu mund kishim për shembull edhe müsst ihr Fußball spielen? A duhet të luani ju futboll? Dhe shumë fjali të tjera. Fjali mohuese. Ihr müsst nicht die Hausaufgaben machen. Ju nuk duhet I bëni detyrat e shtëpisë. Në fakt, ky është thjesht një shembull sepse nëse marrim nga analogjike, ju duhet I bëni patjetër detyrat e shtëpisë. Pra, ne kemi thënë, kur ne mohojmë diçka, në një fjali përdorim pjesën mohuese nicht dhe shikoni vjen pas foljes. Pjesa mohuese nicht vjen pas foljes. Foljen e kemi sërish në pozicion të dytë. Ihr müsst nicht die Hausaufgaben machen. Ihr müsst nicht draußen gehen. Ju nuk duhet të dilni jashtë. Pra, në kuptoj që ju nuk duhet të dilni të luani për jashta. Pra, kishim fjali dëftore, fjali pyese dhe fjali mohore mohuese. Ihr müsst die Hausaufgaben machen. Müsst ihr die Hausaufgaben machen? Ihr müsst nicht die Hausaufgaben machen. Ihr müsst Fußball spielen. Müsst ihr Fußball spielen? Ihr müsst nicht Fußball spielen. Pra, ju duhet të luani futboll. A duhet ju të luani futboll? Ju nuk duhet të luani futboll. Pra, këto ishin shembuj të tjerë përveç shembujve që janë shkruar në tabelë. Unë pres nga ju që në shtëpi të punoni 5 fjali me foljen mysen. Mund të përdorni të gjithë përemrat. Pra, 5 nga përemrat, mos përdorni gjithmonë ish, unë. Mund të përdorni ti, du, ai, zi, ajo, vir, ne, ir, ju, zi, ata, ato. Shpresoj të kem qenë disi e qartë dhe ta keni kuptuar, sepse ne kemi dhënë edhe orës tjetër fjali me foljen modale mështen dëshiroj. Dhe është e njëjta strukturë fjalisht si dhe e njëjta pjesë gramatikore. Thjesht tashmë kemi një folje tjetër modale që është mysen, duhet. Për sa I përket pjesës së përsëritjes, ju duhet të përqendroheni në faqen 44 dhe 45 tek libri kemi gramatik. Auf einen Blick, të hedhim një syrë të gramatikës. Verben
folje të rregullta pra, që ne kemi marrë habën e cila është një folje pa rregull. Folje të rregullta, si kemi thënë ne, për folje të rregullta, që në vetën e parë kanë pra pashtesën e, mbaresën pra e, në vetën e dytë mbaresën st, në vetën e tretë njëjës t, në vetën e parë shumës e në vetën e dytë shumës e t, dhe në vetën e fundit shumës e n. Pra, për shembull, kemi rastin e foljes finden. Finden, që kuptimi i parë është gjej, por në këtë rast kemi kuptimin kur ne cilësojmë diçka, më duket. Ich finde, heqim e nën, kemi thënë, heqim mbaresën e në, dhe zgjedhojmë vetëm rënjën, dhe shtojmë mbaresën e. Ich finde, du findest, sie findet, wir finden, ihr findet, sie finden. Pra, shikoni që në vetën e dytë kemi thënë për foljen finde dhe për të gjitha ato folje që mbarojnë me të dhe të në rënjë, në vetën e dytë njëjës dhe vetën e tretë njëjës, futet një e mes rënjës dhe mbaresës së foljeve të rregullta. Edhe në vetën e dytë shumës ndodh e njëjta gjë. Pra prandaj kemi atë en me të kuqe, findest, findet, findet. Këto janë gjëra që ne i kemi diskutuar dhe i kemi kaluar në orët e mësimit. Ju lutem të hapni shënimet që ne kemi mbajtur për çdo orë. Më pas një pjesë e rëndësishme e përsëritjes, më falni, janë edhe norma në artikel, umbeshtim të artikelim nominativ dhe beshtim të umbeshtim të artikelim akuzativ. Pra, lakimi deklinacion. Kemi lakimin e nyjes, pra, në trajtën e shquar dhe të pashquar, në rasën emrore dhe në rasën kallëzore. Pra, gjinia mashkullore në trajtën e shquar, në rasën emrore bën ka nyjen der. Themi der man, ein man, është trajta e pashquar. Dhe neutral, asnjansja, ka nyjen das, flugzeug, aeroplani, dhe bën ein flugzeug. Femrorja, nga die Frau, gruaja, në trajtën e pashquar kemi ein në Frau, një grua. Dhe ne kemi thënë, për të gjetur në fjali rasën emrore, ne bëjmë pyetjen wer, kush. Pra dhe zakonisht e kemi kryefjalë. Këtu duhet të mbajmë mend edhe diçka. Duhet të mbajmë mend që zakonisht me foljen jam, sein, kërkohet rasa emrore, kërkohet nominativ. Ne themi, për shembull, das ist, themi, das Flugzeug ist schön. Aeroplani pra është i bukur. Wer ist schön? Kush është i bukur? Das Flugzeug. Aeroplani. Pra kuptoj që kemi të bëjmë me rasën emrore, nominativ. Pastaj, kemi rasën kallëzore. Mos harrojmë që foljet möchten, kaufen, brauchen, haben kërkojnë rasën kallëzore, pra ndiqen nga rasa kallëzore, akuzativ. Shikojmë shembujt në faqen 44. Njëjës, maskulin, neutral dhe feminin, pra gjinia mashkullore, asnjanse dhe femërore. Laura braucht, Laurës i nevojitet. Einen Füller, ein Heft, eine Schere. Sie kauft, ajo blen, den Füller, das Heft, die Schere. Tani,
Si kemi thënë ne që procedojmë për gjetjen e akuzativit? Për të gjetur akuzativin ne kemi thënë përdorim pyetjen was apo wen, çfarë apo kë. Për shembull, Laura braut einen Füller. Laura ka nevojë për një stilograf. Was braut Laura? Çfarë i duhet Laurës? Einen Füller. Sepse gjinja mashkullore në trajtën e shuar bën den. Was kauft sie? Çfarë blen ajo? Apo kë blen ajo? Den Füller. Ein Heft, das Heft. Ein Schere, die Schere. Kemi thënë parafjala am vendoset para ditëve të javës. Ne themi am Montag, am Dienstag,